Ka kalu një izraelit dhe ka komentu në Google Maps, ka pas tërti qka ka keq mundshëm. Ky pasporti këtu është qështu të jashtë, është 11 vjetë free Gaza dhe është free popullin e Palestinës, veçanërisht tash kjo lufta e fundit Gaza. Dhe urtësia e emrit është që solidarizohen me popullin e shumë përvujtëm. Ta nuk është kjo luftë e rejta në 70 vjetë luftë dhe puna e emrit nuk ka qenë edhe ideja me sunemarat. Shpërblimin është babës, Rahmetliut. Ta djallë, shka po thu, ja qitë emrin Gaza, los pa ta vendose hapa, ta është Gaza. Normal, se cili babte i birin, dikan, pa marrë parasyshet çfarë frynë. Ne jemi rrit me fry shqiptare islame. Prej fillimit kemi punu me turistë, këto vitet e fundit. Na ka dalë pak emri edhe këtu në Prizren, rajon shqiptar, mërgjimtar, na vizitojnë, e pëlqejnë. Tash bojmë për një 10-15 apo 20, o parafërsisht me 10-15 fruta punojmë. Bojmë smoothie të ndryshme, sallatat frutave, waffle. Po 11 vite është kohë e gjatë, ka pas, po nuk e maj mend që kum pas në debat me dikan. Këto kohëve të funit, prej luftës, ky pasporti këtu është qështu të jashtë, është 11 vjetë free Gaza dhe është free. Kush kalon mundet mu kyqen fëmija zakonisht kur kontaktojt me qytet. Ka kalu një izraelit dhe ka komentu në Google Maps reviews. Se këtu lokalet jemi me aplikacionin Google Maps i vlerësojnë turistat. Kur të vjen, e jep një notë, e vlerëson, ka kalu mirë, ka kalu keq. Edhe erë një reviews shumë i shëmtun, ka pas tërti qka ka keq mundshëm, kish komentu, edhe pa analizojna me punëtor, ta është, ku është, kush është ky. A ka qenë lokal, nuk ka qenë, veç ka bë fotografi prej jashtit edhe ka dërgu me një grup atje në Izrael. Dhe qyteti afër Gaza dhe mrena 2-3 dite erdhen përmi 100 reviewsa, këqia, tu ma sulmu faqen, veç pëse e mbështes Palestinën, free Gazën. Pastaj u kon një betej, që me tanë, me shokni, me grupe, i kemi bo report, edhe Google-i vazhdimisht mrena një mujt i ka pastru. Se kur janë fake, të vrejan, se duhet më konë personi fizik me fotografu venin, Google e ka po që janë fake edhe kemi pas një rast që ka qenë prej ma ekstremeve që në pengon se ajo lunë shumë rol në biznesin tonë. Përgjithsisht ku do në botë Google Mapi e vlerësojnë turistat kur dojnë me shku në një vend tuj. Na solidarizohen me popullin e Palestinës, veçanërisht tash kjo lufta e fundit Gazës, po jo prej tash kësaj luftës fundit, po jemi 11 vjetë, një gusht i bëjmë 11 vjetë. Qëllimi ka qenë i emrit, edhe urtësia e emrit është që solidarizohen me popullin e shumë përvujtëm. Ta nuk është kjo luftë e rejta në 70 vjetë luftë dhe është xhamia e tretë e shenjtë për neve muslimanët, veçanërisht unë shqiptar musliman, edhe është e shenjtë si që është i shenjtë ai vend për krishterët, hebrejt edhe për neve muslimanëve, edhe për me ndalë mu bo zoni i dhunës ndaj palestinezëve, ndaj tyne 70 vite që bëhen pa drejtësi para syve të botës. Prej fillimit kemi punu me turistë, këto vitet e fundit. Na ka dalë pak emri edhe këtu në Prizren, rajon shqiptar, mërgjimtar, na vizitojnë, e pëlqejnë punën çka e bëjmë, e vlerësojnë. Turistë e kanë vlerësu prej fillimit se kanë pjesë kulturës, mëngjes me pi një smoothie, një waffle, një croissant në waffle. E promovoj borovnicën e maleve të Sharit, e kam të veçantë, ajo ka qenë shkak. Malet e Sharit të bujnë 7-8 mblidhen borovnicat, edhe ka qenë ideja pikësparit e kulla jetimit lartë babës me bo një pije mos me pas Coca-Cola. Jemi në Preval, është lartësia mbi 1400 metra, o parafërsisht me 10-15 fruta punojmë. Bojmë smoothie të ndryshme, sallatat frutave, waffle, me çokoladë, pastaj mjaltën e promovojmë, mjaltën tonë maleve të Sharit. Ja promovojmë turistave, dezertin, brumin, frutat e freskëta, mjaltën. Çokolada zakonisht si përdorim. Dhe të na, çmimet janë pak shtrejta, na vijnë prej larg. Shembull kokosin e kam prej
vjen prej Afrikës. Rrjetet sociale zajbat në toguzia. Mango, ananasi, avokado janë Amerikës Jugut. Po shqiptarëve 2-3 vitet e fundit mundon edhe mi dekoru pjetë. E bo pak atmosferë edhe për fëmijë, mos sarrin qëtu mos me najt në telefon. Najt dhurat, ballona, fshek zjarre, dezi, mi dekorojmë frutat. është edhe kjo pak u bo shkak tonë me na ardhë me pas punë ma shumë me tonë. Ndryshe se turista nuk interesuan, po me naj, ajo është ekstra diçka, po ata e kanë për shkak që ashtu të kanë kulturë, më ushqy edhe te, në gjes. Na se kena ato ekspresot, qebapat, dioksid karbonit, matholla, shembull si detox immunitet kemi një 2-3 pije, këto më ngjes preferon, to ma trasha, shembull me mango, me ananas, me fruta, atë gjalla, mas vite ose mramje. Po edhe më ngjes, detox, detoksin e preferoj edhe kur je ftofën, shembull xhenxhefilin e përdorim, e kom lullet e nanës, mentës i përdorim. Po kemi na mbështesin, ka që janë edhe kundër, zakonisht këtu fizikisht nuk vjen kërkush, po në rrjetet sociale komentojnë, apëtën zakonisht se na me politikë, shembull këto nëse e shikon anën politike, atëherë diçka Kosova me Izrael i kanë marrëdhënie të mira, s'na ka pranu, e që tu bashkëjetojnë, po ne s'kam boj kur gjo me politikë, është pjesë e ndërgjegjës, pjesë e njerëzimit. Një këshill për gjithë ata që janë kundër popullit Palestinës, apo sido që janë, kisha preferu në ditë minimum ose një javë, një video që ka ndodhur në Gaza. Edhe besoj njeri me ndërgjegje nuk ofendon kaq keq njerëz. Afër 70.000 njeri po vdes para syve të botës edhe unë është nëse zbon kur gjo, unë është vetë me qenë kundër.